themi mendimi dhe ky është diversiteti. Sikurse unë kam thënë gjithmonë që duhet bëj një hap mbrapa. Sepse me atë në krye nuk i dilet, por dhe pa atë nuk i dilet. Gjithmonë kam qenë dhe i ngenim të ky qëndrim. Dhe të gjitha vendimet që u bën, ai nuk e bëri hapën mbrapa. Dhe mori këtë vendimarrje, kanë sjellë ajo që unë e shoh me shumë keqardhje. Janë me dhjetra, me qindra njerëz që kanë votuar historikisht Partinë Demokratike. Dhe më thonë që do shkojmë tek partitë e vogla. Do shkojmë tek partitë e vogla. Sot bile po pija kafe me dikë e thonte, po pse më thonte zoti Berisha, pse mos votohet Dashamir Shehi thënë. Historikisht i djathtë. Historikisht i djathtë. Nuk e akuzojnë për asnjë akuzë, as për njësia një anare, as për gërdeca, as për gjëra të tjera. Maksimumi që i ngrënë është goda rakis, sikur ky do konkurrojë për mifti i Tiranës, e jo për politik. E pse mos votohet? Pra, shikoj, e përmend këtë rast për të thënë që elektorati djathtë e ka kuptuar lojën. E përmende kota apo e përmende plot? E përmenda se më erdhi për moment, nuk di unë të shtirem. Ashtu më erdhi për momentin, sepse qelloi sot paradite si bisedë. Pra, elektorati djathtë, ajo që unë konstatoj është që e kanë kuptuar që bëhet vetëm për lojë personale, pra ishte një zinxhir hallkash që nga 2022 deri tani, që në vend që të shkojë për të bërë një parti më të madhe se kryetari, u investuar për të shkuar tek një parti e futur në sqetën e kryetarit, që ka bërë që me 10 të djathtë të mos marrin pjesë në votim. Është të ardhur keq, po unë këtë e konstatoj, e prek dhe e ndjek. Unë ndaj me zotin 8.800 numra, se janë pak apo? Unë ndaj me zotin Xhaferi disa opinione në lidhje me çfarë u tha për zotin Berisha në një pikë dhe pastaj kam një gjykim timin personal. Unë bi dakord me zotin Xhaferi në kuptimin që mbas zgjedhjeve të 2021-shit, u krijoi një situatë paqartësie në lidhje me të drejtën e drejtimit Partisë Demokratike. Dhe tek zoti Berisha, jo pak demokrat, pan shpresë, duke njohur eksperiencën, duke parë që është një kafshë politike që historia ka treguar që ka ditur dhe të luajë politikisht, duke parë që zoti Berisha në kohë që i kishte gjithë. Ja, do ta them, po, duke parë që zoti Basha kishte zaruar të gjitha mundësitë për treguar që është një lider që e çon këtë forcë politike në fitore dhe i besuan, si të thuash, të gjithë basin në të cilin ai shpalli publikisht brenda Partisë Demokratike dhe jashtë, duke thënë: unë jam gjendje të fitoj ndaj zotit Rama, duke parë të gjithë kundra, edhe faktorin ndërkombëtar brenda, edhe non grata brenda. Dhe unë gjykoj që zgjedhja 2023 do të ishte momenti krucial për të treguar që ky bast i zotit Berisha humbi. Dhe në atë moment do të ishte momenti që ju me të drejtë ngreni tani dhe unë këtu ndaj me zotin Xhaferi, që ishte momenti për të adresuar kritika dhe për të marrë qëndrime të forta ndaj vazhdimësisë të leadershipit kësaj force politike. E kundërta ndodhi. U pa që aty shumicë është zoti Berisha, aty shumicës Partia Demokratike në planin opozitar, dhe të gjithë apo shumica bën marrëveshje pragmatiste. Dhe thanë, më mirë të shtiremi, servilozemi për të kapur një pozicion deputeti, se sa të luftojmë për ardhmërinë e Partisë Demokratike. Ky ishte momenti për mua që t'ju lexojmë barrën e përgjegjësisë. Kjo lëvizja për bashkim në diversitet, a u trahtua nga ata që drejtuan zoti Xhaferi? Unë nuk do të... Sepse Guilty as charged e dim, është zoti Berisha, dileman do t'ja diskutojmë pak pjesën e dytë, ku shkon po doja me Berishën në perspektivën e saj. Do t'jem fare i sinqert. Po, a u trahtua lëvizja për diversitet? Në politikë janë... Bashkim për diversitet? Në politikë janë zgjedhje. Kur ne u bashkuam brenda bashkimit në diversitet, i gjithë grupimi që drejtohej nga Gazmend Bardhi, kishi mendimin e unifikuar që me Berishën në krye të PD-s nuk i dilet. Bile kemi dhe deklaratat kolegëve që thonë që ikim nga politika nëse Berisha vjen krye të partisë e tjera, sepse ashtu mendoi. Pastaj nga konceptimi, shiko, për mua janë të gjithë kolegë të nderuar. Dhe s'merdi mirë fare që e dha datë pamjen me Vallën, kam vendosur të vazhdojnë karrierën politike në kushtet unë i kam vënë ata të kërcej. Si është diplomuar në kushtet. Nuk ka përshtypjen si ka vënë as zoti Berisha. Mua nuk merrti mirë. Ç'të tema atë vetë kanë nxjerr video për vitri. Ç'të tema? Kanë desë vetë tregojnë devotshmëri ata. Unë do të thoja. Po çifta Xhexhal Mziu duhet vërtetësi s'është lajm. Po kur shoh zonë Tabaku dhe atë tjetrin, sigurisht është lajm. Në mënyrë të vijueshme, teza parë që kam hedhur, duke nisur dhe nga një dokumenti i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, e cila duke marrë në analizë vendet afrikane,
jepte duke marrë analizë vendore, kishte nxjerrë një rezolut për domosdoshmërinë e kufizimit të mandateve, jo më shumë se 2 mandate. Pse? Sepse duke qenë 2 mandate, lideri ka investuar, lideri ka mbështetje, lideri ka media e gjitha me radhë. Atë ka ndarë pushtet, dhe në mënyrë të padiskutueshme ndodhi ajo që ndodhi, që edhe Merkeli po donte të qëndronte te Kristian-Demokratët Gjerman, i kishte 10% të votave për t'i bërë Kristian-Demokratët të lëmsh që mos vinin asnjëherë sikurse erdhën në pushtet. Por dha dorëheqjen. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë zgjidhur me kushtetutë jo më shumë se 2 mandate. Pse? Sepse çka gare do konkurroj thot Berisha, do konkurroj Berisha për kryeministër thot, konkurroj kush të doj. Berisha me 8 vjet pushtet president, 5 vjet pushtet presidence, 8 vjet pushtet kryeministri, me syrin e me shumë gjëra nga mbrapa që e mbështesin, e kush do e konkurroj Berisha? Saktë, ashtu është. Fakt është. Dhe prandaj, sepse kjo qëllonte në gjitha vendet afrikane dhe i detyruan ata të nxjerrin rezolut për ato vende, jo më shumë se 2 mandate. Që atëherë kam dalë me politikën e kufizimit të mandateve, sepse lideri vjetër, për ato mundësi pushteti që ka pasur, qofse do ta mbajtë bllokuar e mban të bllokuar. Sikurse e mbajti zoti Berisha. Pastaj duke parë rezultatin e zgjedhjeve lokale, kam artikuluar shumë qartë tezën që me Berishën në krye nuk bëhet, por pa Berishën nuk bëhet. Kam pritur zhvillimet dhe asnjëherë nuk kam pasur pretendime për të qenë një listë humbse. Sepse qofse do ishte një listë fituese, me që e solli këtë argument, qofse Partia Demokratike do ishte një projekt fitues, nuk do kishte leadership që të mlinte mua jashtë, edhe po të doja unë. Se shikoje këtu si e kam drejtuar degën e Durrësit në 2021. Kjo është dega e Durrësit. 2021 kam qenë kryetar PD-je. Këto janë 3 degët e tjera të qarkut, Qiaku, Kruja dhe Fushkruja. Shikoje këto si rriten me 2-3% krahasim me njëra tjetrën. Rritja e Partisë Demokratike në krahasuar me 2017, shikoje çfarë rritje ka. Dhe këtu çdo leadership politik që do të fitoj pushtetin, dhe qofse do ishte një projekt fitues, do më ishin lutur mua, nuk do edhe qofse s'do doja unë, sikurse s'kam dashur. Do një evidencë tjetër. Shiko këtu, votat e Partisë Demokratike. Nuk e di në i kap kamera apo jo. Këtu janë votat që kemi marrë për PD-n. Janë të gjithë kolegët e tjerë që janë kolegë të nderuar. Me 50% i ka rritur dhe i Glicara dhe Erdë Bylyk-Bashi votat krahasuar me 2017. Me 80% i kam rritur unë votat e PD-s. Pra po të shikosh nga shërbimi që i kam bërë Partisë Demokratike, në qoftë se do ishte një projekt fitues, kjo tregon që kemi marrë vota jashtë bazës tradicionale të PD-s. Kjo tregon shifër, këto janë votues. PD-ja në zonën time elektorale është rritur me 80%, kur të tjerët është rritur nga 30 deri në 50%. Dega e Partisë Demokratike të Durrësit krahasuar me 2017. Krahasuar me 2017 ka këtë rritje, krahasuar me degët e tjera. Dhe kryetar degë në mënyrë të padiskutueshme ka qenë antarësia e partisë, po ka qenë ekipi, nën kryetar, sekretar degë, strukturat e Partisë Demokratike që janë drejtuar nga ana ime, sepse kryetar kanë pasur edhe këto tjerat që kanë pasur këtë rritje, sepse ma the disa herë, pra nëse do ishte një projekt fitues, jo vetëm që do isha bashkuar, po nuk do më linin nëse do kisha dëshirë të bashkoja. Se nuk po dilet e shifrat, po tani që do lek e shifrat nuk ta bëjmë këtë pyetje, po kam një pyetje tjetër i dilem për këto shifra. Ju thatë pak më herët që shumë me qindra nga këta votues tradicional të Partisë Demokratike nuk do marrin pjesë zgjedhje. Pyetja e madhe është ku do shkojnë këto vota? Tuajat, votat e Darsulës, votat e të gjitha tyre elementëve të një rrymë tjetër, të një fytyre tjetër brenda Partisë Demokratike, që sot për fat keq nuk janë më spaku, nuk do jenë pjesë e saj. Publicitet dhe me njëherë e marrin përgjigje nga zoti Xhaferi.